Pyetjes nëse është vënë nën presion nga Sali Berisha apo Jamar Bërmaltezi, presidenti i periudhës 2007-2012, Bamir Topi, ju përgjigj prerazi, kurr. Ai dëshmoi në procesin Partizani për rreth 30 minuta, ndërsa në thelb të deklaratës ishte sqarimi se roli i presidentit është vetëm juridik dhe jo analitik. Kjo do të thotë, sipas tij, se ai nuk kishte për detyrë ta shikonte a ishte konform ligjit procesi i planit të përhapjes apo jo. Përgatitja bëhej nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura në Ministrinë të Mbrojtjes, tha Topi, ndërsa presidentit i mbetej vetëm të firmoste. Sapo kalonte të gjitha hallkat, ai nënshkruhej në zyrën e presidentit. Një pronë që del nga plani i përhapjes del si pronë shtetërore prap. Pastaj ajo pronë mund të qëndrojë shtetërore në rast se doni mendimin tim, apo jo. Po mendimi është konform ligjit. Mund të jetë pronë shtetërore të qëndrojë, ku atje mund vendoset një aktivitet i shtetit, mund të transferohet si pronë publike tek bashkia, ke pushteti vendor, sipas ligjit të decentralizimit. Dhe treta mund të futet në rrugën e privatizimit, dhe të trija këto rrugë janë të ligjshme. Se si bëhet pastaj, sigurisht nuk është çështja ime. I pyetur nga mediat për një qëndrim të tij nëse klubi Partizani do duhet kishte dalë apo jo nga plani i përhapjes, Topi përgjigjet. Duhet të më mirë kuptoni, kjo është një çështje në gjykim. Në gjykim. Mendimet pasaj janë mendime personale, individuale, një opinion. Unë nuk mund të them. Është një proces në gjykim. Tani unë nuk mund dalë këtu të jap deklarata të natyrës politike të paragjykoj. Këtë se paragjykoj dot. Nuk e paragjykoj. Pritet që dëshminë e tij ta japë edhe ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, si dhe të tjerë anëtarë të kabinetit të atëhershëm qeveritar. Seanca e radhës do të jetë në datën 14 shtator.